kombit për të shprehur revoltën e tyre ndaj qeverisë së paligjshme të Tiranës, ndaj Edi Ramës, që shtroi zgjedhjet në farsë elektorale, ndaj njeriu që përdori 80 mandate dhe që nuk ka legjitimitet. Nuk ka legjitimitet sepse përdori 83 mandate të krimit për të mbrojtur vjedhjet e tij dhe të Lubi Ballukut, për të mbrojtur lindat e tij në Akshin, kopshtin privat të familjes Rama. Ky uragan, të cilin mediat e qeverisë e paraqiten si një grumbullim 100 vetësh, apo pak mira ato më zemërgjërat, tronditi jo vetëm regjimin, por ushtoi në mbar botën. Ushtoi në mbar botën për këto arsye. Së pari, këta protestues guximtar kanë një kauzë të drejtë. Luftoi një regjim që i ka vjedhur dhe mbron vjedhjet e tij. Dhe kjo është arsyeja, sepse e tërë bota e qytetëruar mediat e botës qytetëruar kanë përshëndetur këtë protest, këtë revolt, këtë kryengritje paqësore. Së dyti, qëndrimi shtazor, barbar, primitiv i narkopolicisë për shpërfaqi para botës fytyrën e vërtet të narkoshtetit të Edi Ramës. Të gjitha këto bën që 8 maj, pas lajmit të ditës, pas lajmit, kryelajm fare, ishte kryelajmi i datës 8 maj. Nuk gjeni një lajm tjetër në mediat botërore të transmetuar me kaq vlerësim sa që transmetua protesta kryengritja paqësore në bulevardin e Tiranës. Dhe egërsia e policisë së narkoshtetit. E solla